Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ora është 9:36 minuta dhe përpara se të kalojmë me lidhjen nga terreni me Marselin, do të ndalemi tek zhvillimet kryesore që do të ndjekin edhe linjën editoriale gjatë ditës së sotme në News 24. Këshilli i Ministrave pritet të shkarkoj sot Erjon Veliaj nga posti kryetari të Bashkisë së Tiranës. Vendimi i Këshillit Bashkiaku mor të martën dhe është përcjell kryeministrisë nga ana e prefektit. Tashmë që Veliaj pritet të shkarkohet përfundimisht, i hapet rruga zgjedhjeve të reja në Tiranë, por për më tepër zhvillime ndiqni Balkan Web dhe transmetimin e News 24 në vijim. Ndërkohë, me argumentin se është në pritje të përgjigjes së një letër porosie dërguar pranë autoriteteve në Zvicër, prokuroria e posaçme firmosi të shty dhe me 3 muaj të tjerë hetimet për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetej, bashkëtuesen e tij, ish-bashkëshorten e tij dhe të dyshuarit si bashkëpunëtor të tjerë. Vendimi për zgjatjen e afatit të hetimeve i është komunikuar avokatëve të zotit Ahmetaj, por edhe personave të tjerë në hetim, të cilët kanë mundësi që brenda afateve ligjore të kundërshtojnë këtë vendim të gjykatës posaçme. Ndërkohë, SPAK ka kërkuar informacion nga autoritetet e drejtësisë në Zvicër, ku Arben Ahmetaj strehohet prej 2 vitesh në një kohë që emri i tij është në listën e të shumë kërkuarve nga drejtësia. Shkojmë Klevi tani në lidhje me Marselin, ai është në terren, do të ndalemi tek pyetja. Klevi, ke ndonjë lek borxh për mua? Unë s'para mbaj lek me vete, Megi, po do i gjejmë. Kjo është tema për sot. Marcel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Marcel. Mirëmëngjesi. Si çdo mëngjes jemi në mes të Tiranës duke pyetur qytetarët për tema të ndryshme. Atëherë Marcel, fjala është për ty, nuk do të ndërpresim, kemi ndoshta 10 minuta kohë për të trajtuar temën ditën e sotme. Patjetër, jemi në mes të Tiranës për të pyetur qytetarët se si ja dalin në fund të muajit, nëse detyrohen për të kërkuar borxh apo nëse kanë një mirëqenie që mund edhe të japin borxh. Tani jemi në një vend të cilit ka shumë qytetarë që edhe qëndrojnë, pra ne kemi ardhur këtu, por nuk e dim nëse do të përgjigjen gjithsesi, ne do të provojmë. Me këtë luk të ri që ke, Marcel, besoj që nuk do refuzohesh. Nuk do m'dalet asnjëri. Jo. Shohim asnjëri, jo po. Mundet vetëm një pyetje. Okej. Pa dashur t'ju shqetësojmë, zotëria nuk do të prononcohet, por ne dim që në këtë mëngjeset gjithmonë kështu janë, do të gjejmë njerëz të tjerë. Mirëmëngjesi, mëngjes, përshëndetje. Mund të vetëm një pyetje. Meqenëse ju punoni këtu apo jo? Taksist. Nuk e di nëse me këtë lloj profesioni ju duhet në fund të muajit të merrni borxh apo jepni borxhe. Sepse ndoshta keni aq sa mund të jepni dhe borxhe. Ne vetëm morëm borxhe. Merrni borxhe? Morëm borxhe se na konkurruan kompanitë taksit elektrike. Ata punojnë non kosto. Ne kemi bërë taksimetër dhe thonë jo taksimetër, i çojnë në aeroport me 10.000 lekë. Ne me 10.000 lekë s'kemi livrimi tuaj. Ju keni taksin tuaj? Po, taksin time. Nëse do t'ju duhet në fund të muajit për të kërkuar borxh, cili është personi i parë, më i afërt apo që mund të shkoni për të kërkuar borxh? Për çunët, ngocës, këtë kemi. Brenda familjes? Po, brenda familjes, po. Kjo gjë ndodh shpesh, besoj, jo për ju, për shumë shqiptarë. Jo se ka me dhënë. Jo se ka, që edhe i ka dhe veta. Po mirë, shumë mirë që fëmijët Faleminderit, unë uroj që të keni sa më shumë punë, që të keni mundësi për të dhënë borxh, jo për të marrë borxh. Faleminderit. Ja një prononcim live, do të shohim nëse mund të kemi një tjetër prononcim. Mirëmëngjesi. Mund të them një pyetje? Ai e dha prononcimin. Ai më dërgoi ke ju, tha flet ai zotëria, tha. Të të bëj një pyetje. Tani, meqense ai zotëria merrte borxh, ju merrni borxh në fund muajit? Ti ke marr? Po ky merr për vete më zotëri. E kupton, shqiptarët rregullohen mes veti me njëri tjetrin, kjo tregon solidaritet gjithsesi, është gjë e mirë. Patjetër që është halli i madh, gjithsesi do të kërkojmë të pyesim një tjetër qytetar. Ndoshta tani do të provojmë me një zonjë. Një zonjë që edhe femrat nuk para japin shumë baraborsh, do t'i tentojë një herë. Dallim. Ta shohim çfarë thon. Po. Japina, marrin. Zonjë, mirëmëngjesi, si jeni? Mund t'ju bëj vetëm një pyetje? Nuk mundeni. Ju uroj ditë të mbar. Zonja nuk ka dëshirë të prononcohet, por kemi disa zotrinj që punojnë zakonisht këtu. Duhet për hir të punës, nuk është se jam zakonisht kështu. Po ti mos fol. Duhet për hir të punës. Mirëmëngjes, t'ju bëj vetëm një pyetje shumë të shkurtër meqense ju punoni gjatë gjithë ditës këtu. Një pyetje më pa fytyrë, mund të t'ju pyes? Par zotë mblen halltem. Lëre Marcel. Lëre se ka ndonjë borxh. Zotin, a ke zota Bekaj Mera mblen halltem. Patjetër.
Nuk jam në zyrtar, ja, keni shkoni. Jo, mua nuk duhen zyrtar, mua duhen qytetar, nuk duhen fare. Qytetar. Xhere 50 po t'jap histori. A ju duhet fund muaj të jepni borxh apo të merrni borxh? Flasim për hallet tuaja. Si fundit shumë ka bon vakime, marr borxh as mi marr borxh. Shumë mirë, zotëria. Pra, mirë. zotëria u prononcuar në një farë mënyrë duke thënë që Do të marri borxh. mundohet për të shkuar deri në fund pa kërkuar borxhe Shumë. dhe pa marrë borxhe, po sigurisht që po të kishin 50-ën e merrte, nuk kishte problem fare. Po mirë, zotëria ka dalë për punë aty, kështu që do ta mirë. Presim dikë tjetër. Përshëndetje, dikë tjetër. mund t'ju bëj një pyetje? Një pyetje shumë e shkurtër. Në fund të muajit, a ju duhet për të marrë borxh apo ja dilni gjithsesi me punën që bëni? Me punë unë jam pa punë tani. Akoma s'kam gjetur punë edhe të shikojmë tani. Pra ju duhet për të marrë borxh apo jo? Borç. Borç tani si pas kursime, po i ekonomisë, po si pas edhe rrogat, nuk i di unë këtej, se tani që kam harur jo kurbete e brit, si di me thonë rrogat ulta, që ratë shrajnda që nuk dihet kjo si vete. Nëse Nga duhet vjen, për të marrë zotëria, borxh, nga cili është vjen? personi i parë që ju shkon në mendje për t'ju drejtuar? Borç tani tërë hallexhin, vetëm po ndihmojën në për banka shteti me në një asistencë, kredi, kështu. Nga vini zotëri, se thatë që tani keni ardhur? Puna jashtë, isha cakon Gjermani, mora një apelas edhe ngella këtej tani. Tani ju duhet punë për gjetur për të përballuar dhe shpenzimet e tepërta që Po. ka Tirana, apo jo? Po, Ju jetoni me qira apo keni shtëpinë tuaj? me qera, s'kam gjetur akoma në hotel. Në hotel? Po, Dhe nuk po gjeni dot një shtëpi me qira për të përballuar qoftë me disa shpenzime, me disa kursime që keni marrë nga Gjermania? po. Si duket jeta Jeta në këtu? internet që thona 300, 400, që është berë, zgjendjen e andej me 500-600 në botë, e me 400. Jo Është këtej, vërtet në fakt. qatë po është një. Ndoshta përveç perceptimit tuaj, duke pyetur dhe familjar, miq tuaj, si ju duket jetesa këtu në raport shpenzimesh edhe fitimesh? Jetesa të thuash shtrenjt në këte, si pas rroga, si pas të thuash rrogat nuk e di unë tani si punojnë këte me 30 e me 20 në atë, nuk dalin. Se tani njerëz jemi, duhanin e pim, kafen do t'a pim, për të ngren ushtimi, ku dalin ato, ku jetohet, lert kesh familje, lert ato, shumë vështirë. Ju mendoni që edhe vetëm pa familje do ta keni të vështirë për të jetuar me këto lloj është qerash edhe shpenzimesh? është jetë e vështirë shumë. Shumë jetë e vështirë, se edhe rrogat janë shumë keq. Se është bërë më shtrenjtë nga bota, të flasim atë. Është më shtrenjtë këtu se sa në Gjermani duke pasur raportin shpenzime fitime? Më lirë ande. Më lirë, kalon, do të thënë që më lirë. Më lirë, këtu është jetë e shtrenjtë. Jetë e shtrenjtë është që nuk kanë atë që e mirë që duhet këtë një apudikës që sa shkruan ky shtek për €1 si pas xhepi, vete për psonisur e di që do marrësh bën 1000 leka, bën 200 leka, 500 leka. Sa është një qera në Gjermani me një, po themi, një dhomë, një shtëpi shumë të vogël, gazonjere? Varet nga Qera në zona, po. Gjermani janë rritur kudo tani. Se unë kam qenë edhe dhe shpejt, kam iku dhe shpejt në atë, po është bërë edhe bota qikë vështirë. Flasim atë të Po, drejtë. raport me rrogën prapë është e përballueshme, ndërsa këtu ju thoni është e pa përballueshme. Ky është diferenca, apo jo? Ajo po, e drejtë, që me rrogat pak në shteti atje nuk le pa punë. garanci. Do të punsojnë në një punë, me një asistencë, me ndonjë gjë. Shumë pse- jeta me asistencë me tërë që jetojnë. Pse nuk drejtoheni këtu tek zyrat e punës, ndoshta gjeni punë. A mendon që funksionon kjo gjë këtu? Dini një person që është punësuar duke u interesuar në zonat në vendet që gjehet punë pranë zyrat e punës? Tu tani dhe zyrat e punës para i di mirë, shikoj tani duke pyetur mos e gjej ndonjë punë. Se ai shkollë kam 10 klasë shkollë. E qartë, mirë, Se do të falenderoj. merret një asistencë diku ke 80.000 të vjetra apo 100.000, do t'ja dilnit me këtë asistencë këtu? Po me 80.000 çfarë do bësh 80.000? 80.000 se gjefar 80.000. E tha përgjigjen e qartë dhe të saktë, Marcel. E përshëndesim. Ato zotërin. janë paktën he.
Nda hiqe, s'ko thua ku s'ke, që ky shtek, as stallosin ato. Unë të falenderoj shumë edhe të uroj përshtatje sa më shpejt me punë edhe me të gjitha. Shumë i nderuar edhe ju ja kalofshi mirë. Ju pashë, faleminderit. Hajtë mira. Shumë i këndshëm Shumë i zotëria. këndshëm. Ky ishte një prononcim për sa i përket edhe i krahasimi me Evropën, qoftë edhe shqiptarët që shkojnë emigrante, jo më pastaj duke krahasuar me ata që janë gjerman që jetojnë në Gjermani dhe shqiptarët që jetojnë në Është Shqipëri. realiteti një emigranti që kthehet. Nuk e di, do të përpiqemi Pavarësisht se ai kthehet për shkak të kushteve dhe mungesës mundësive për të qëndruar atje, por gjithsesi është dhe një realitet që përballen shumë njerëz, cilët për arsye të ndryshme, për shkak të ekspulseve apo largimeve, deportimeve që janë bërë nga vendet e Bashkimit Evropian, duhet që të rikthehen këtu dhe të përballen sërish dhe të krijojnë ose të rikrijojnë jetën në Shqipëri. Po Marcel, faleminderit që gjete këtë personazh. Do të përpiqemi ndoshta për të gjetur një person tjetër, nuk e di si jemi me kohën. Kemi dhe pak minuta, Nëse Marcel. kemi kohë, do të përpiqeshim për të gjetur edhe një prononcim tjetër, do të përpiqemi të shohim. Sa Mirëmëngjes, shfaqje përshëndetje. Marcel ikin të gjithë. Do të bëja vetëm një pyetje për sa i përket pjesës punës që ju bëni. Jeni në punë, nuk mund të përgjigjeni tani. Okej. Ditë mbar. Ditë mbar. Okej, të gjithë qytetarët në varësi jo vetëm të dëshirave të tyre, po dhe të mundësive aktuale, disa prej tyre kanë probleme dhe Kishte punë kamerat. interesante, Marcel, Pavarësisht po se thonim jashtë në studio. kamerave Kishte një punë përgjigjen shumë më së miri. interesante, punonte në stol. Po ndoshta ka një funksion Megi që mos ta paragjykojmë se. Po, ndoshta ka një funksion. është turni parë sot. Turni parë. A japim apo marrim para borxh, Marcel, ndoshta mund të bësh pyetjen e fundit tek dikush ose pastaj Jo, ne prit, më mirë ta bëjmë kështu. Ti Marcel, jep borxhe? As. Po të kisha me gjithë qef. Okej. Po, Okej, të shumë gjithë- diplomat Marcel. Okej, mirë Marcel, faleminderit shumë dhe më do pyes dhe Megi këtu. Këtë e thash që mos më kërkonim, kupton, Po dhe nëse kam. ne po gjejmë tani, ne po përpiqemi të gjejmë njerëzit dhe po i pyesim Elementet e ligjet, duhur. domethënë. Unë një borxhli e gjeta, ti Megi jep borxhe? Unë nuk jap borxhe, Kleve. Ti e Nuk di, jep? kemi diskutuar në këtë Nuk gjë. jep borxhe? Jo. Po kujt i marrën tani? Mirë Marcel, Gjeni faleminderit, dikë që jep, përshëndesim. më thoni se erdha dhe unë në studio. Okej, të presim. Përshëndesim, të urojmë gjithë mirat. Megi, e mbyllim. E mbyllim këtu edhe për Me- ditën e sotme, duke Me e energji falenderuar. pozitive që na solli Marceli, po. Duke falenderuar gjithë ata që na ndoqën dhe me energjinë po pozitive që na solli Marceli Klevi, ti jepje borxh? Se ti kërkove po. Ai që kërkon çfarë do japi ai. Fikse mbyllim këtu. Faleminderit shumë për momentin tuaj. Faleminderit. Shihemi nesër sërish.